plasi skandali i Belinda Ballukut, ku ne u përqendruam dhe ishin për të qëndruar me të gjithë energjitë tona për demaskimin e saj, ky krijon të lajme për të sfumuar lajmet për Ballukun. Ja dhan Fanës për kompetencë. Mirë po Fania, që e mbajti Lulin gjerë ditën e fundit gjesa përfundoi me 2000 vota, e donte këtë. Pse e donte Fania këtë? Sepse donte t'i lpihej Edi Rams, por me qenë se si pranon të gjuhën e tij, mendoj se me gjuhën e Saljanit do pranoj. Çfarë ndodhi? 16 lajme në 4 orë publikonte Fania për Saljanin. 16 lajme, futur në truth social, në X, dhe s'ke për gjetë kur 16 lajme në 4 orë nga Donald Trump, që është njeriu më kryesor në botë për lajme dhe për të gjitha. Fania, që dikur shtronte në lajm edhe kollitjet e Lulit, tani Fania mirte nga zyra e Rams 16 lajme në 4 orë për Saljanin. Siç luftoi mafjen më të rrezikshme që Edi Rami shtetërore, do luftoj dhe mafjen e fjalës së lirë. Mediat për fat të keq shumë gjëra nuk u thonë. Qytetarë shqiptarë nuk kanë dëgjuar më shumë se një herë ose asnjëherë 200.000 dosje stok të pa gjykuara. Qytetarë shqiptarë nuk kanë dëgjuar nga mediat dhe nuk ka emisione se nuk i lejojnë pronar me urdhër të qeverisë, jo se nuk duhen gazetarë. Se për të bërë një vendim, gjykatësit i duhen 1300 ditë, sepse një gjykatës ka 1000 vendime të pasbardhura. Këto mediat nuk ja u thoni. Përdorin termin e qeverisë dhe të Edi Ramës, se reforma për drejtësi është unike në botë, se reforma për drejtësi është kjo dhe ajo, se reforma për drejtësi i la qytetarët pa drejtësi, këte nuk e thonë dot, sepse pronari do të marrë tendra, se pronari do të marrë ndërtesa, se pronari do të marrë lesime me taksa. Edhe Top Channelit i dhash licencën kombëtare, sepse unë nuk udhëhiqem nga urrëtie apo keq përdorimi i mediave. Për ato që kanë bërë, unë respektoj mediat e lira, po kur Top Channeli shndrohet në Top Tunel, përgjegjësia ime është? S'është përgjegjësia ime. Edi Rama në fushat e tij të mashtrimit dhe dezinformimit ka mobilizuar dhe po mobilizon, thash, përveç patronazhistëve, por edhe sanëlpirësit e tij, me në krye Sokol Ballukun, që është edhe antar kryesor i grupit të strukturuar kriminal. Imagjinoni ju se gjerë ku arrin. Përpiqen që me sulmet e opozitës të sfumojnë aktet të paprecedent në histori, të vjedhjes dhe përdorimit të mandateve të krimit për mbrojtjen nga vjedhja të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Përpiqen të varrosin aferën Balluku, kryeri që ditë e natë vetëm nxjerr mashtrime para jush. Dhe i nati me mediat, nuk e fshe, nuk ka të bëj me asnjë sulm që më bëjnë mua, absolutisht, por ka të bëj me qëndrim në tyre ndaj interesit publik. A pat ju ndonjë media të kap, të futet në Google apo të futet në ChatGPT apo në Gemini, të pyes njerëz sa janë çmimet e naftës? Çfarë masash kanë marrë? Ky mashtron. Çfarë po ndodh? Po korruptohet gjuha. Dhe kur korruptohet gjuha është fundi i lirisë. Drama më e madhe. Kur fjala përdoret për të mos u thënë të vërtetën qytetarëve, ajo është sklavruese. Mirëmbrëma.